Të nderuar shikues, ju përshëndes. Do të jemi së bashku në minutat e ditarit informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Ministri i Mbrojtjes Pirro Vëngu, gjatë vizitës së tij në qytetin e Gjirokastrës, ka zhvilluar një takim dhe inspektim në ambientet e rinovuara të repartit të Gërhotit. Fundjava ka sjell një tjetër fluks vizitorësh në Gjirokastër, duke kthyer qytetin në një ndër destinacionet më të preferuara për turistët vendas dhe të huaj. Ata kanë tepër interes për historinë dhe shumë kurreshtje për trashëgiminë kulturore. Saranda tashmë ka një hapësirë të re dhe moderne dedikuar të rinjve të qytetit. Qendra rinore sapo ka hapur dyert dhe ka nisur me një aktivitet për moshat rinore, duke ofruar një ambient për argëtim, krijim dhe bashkëpunim. Në këtë event të rëndësishëm ishin të pranishëm edhe ministria për rinin Bora Muzhaqi dhe kryebashkiaku Oltion Çaçi. Emigrantët nga Bashkia e Finiqit asnjëherë nuk kanë pushuar së interesuari për përmirësimin e infrastrukturës në vendlindje, madje nëpërmjet dy këshilltarëve bashkiak me banim në Greqi, sjellin propozimet e tyre për vendimarrje. Ju njohim tani më gjerësisht Ministri i Mbrojtjes Pirro Vëngu, gjatë vizitës së tij në qytetin e Gjirokastrës, ka zhvilluar një takim dhe inspektim në ambientet e rinovuara të repartit të Gërhotit, një nga repartet kyç të zjarfikësve në rajon. Ky repart ka kaluar një rikonstruksion të plot duke përmirësuar kushtet dhe pajisjet, me qëllim rritjen e kapaciteteve dhe efikasitetit të reagimit ndaj emergjencave të ndryshme. Reparti i Gërhotit është pajisur me teknologji dhe mjete moderne zjarfikse, duke përfshirë automjete të specializuara për fikjen e zjarreve, pajisje mbrojtëse personale për zjarfiksit, aparate frymarrje, pompa me presion të lartë, si dhe pajisje të tjera emergjente që ndihmojnë në menaxhimin e situatave të vështira në terren. Në kuadër të vizitës, Ministri Vëngu ndoqi nga afër edhe stërvitjen praktik reagim ndaj zjarreve masiv 2025, ku ekipet zjarfikse demonstruan teknikat dhe procedurat e ndërhyrjes në zjarre të mëdha dhe të vështira për të kontrolluar. Stërvitja përfshinte një demonstrim të suksesshëm të shuarjes së zjarrit në një situatë të simuluar, duke përdorur mjete dhe pajisje të avancuara. Ministri Vëngu vlerësoi përgatitjen dhe profesionalizmin e personelit zjarfikës, duke theksuar se investimet në pajisje dhe trajnime janë thelbësore për të garantuar sigurinë e qytetarëve dhe mbrojtjen e territorit nga zjarret masive. Fundjava ka sjell një tjetër fluks vizitorësh në Gjirokastër, duke kthyer qytetin në një ndër destinacionet më të preferuara për të vizituar nga turistët vendas, por sidomos edhe ata të huaj. Ata kanë tepër interes për historinë dhe shumë kurreshtje për trashëgiminë kulturore. E ndërsa verës po afrohemi gjithnjë më shumë, Gjirokastra po rikthehet si destinacioni preferuar për turistët nga gjithë bota. Kjo fundjavë ka sjell një fluks të madh vizitorësh, të cilët vijnë për të shijuar jo vetëm historinë e pasur dhe arkitekturën unike, por edhe kulturën e gjallë dhe mikpritjen e ngrohtë të banorëve vendas. Jam nga Franca. Erdhëm të vizitojmë Gjirokastrën sepse kishim dëgjuar për të. Shqipëria ka ndryshuar shumë dhe është bërë mrekullueshme. Është një qytet i mrekullueshëm me histori dhe arkitekturë interesante. Kemi vizituar pazarin dhe kalan dhe po na pëlqen jashtëmase shumë. Është herë e parë që vi në Gjirokastër, po më pëlqen shumë. Shtëpitë e vjetra me arkitekturën e veçantë që kanë, pazari fantastik, njerëz të dashur dhe mikpritës. Kam mbetur e impresionuar nga kjo vizitë. Jam nga Afrika, por jetoj në Greqi dhe sot kam ardhur me bashkëshortin tim të vizitoj Gjirokastrën. Është e mrekullueshme, po më pëlqen shumë. Jam duke filmuar me kamerën time për t'ia treguar shoqërisë time këtë qytet të mrekullueshëm. Me sezonin veror që po afron, pritshmëritë janë të larta që Gjirokastra do të vijojë të tërheqë vizitor nga çdo cep i botës. Emigrantët nga Bashkia e Finiqit asnjëherë nuk kanë rreshtur së interesuari për përmirësimin e infrastrukturës në vendlindje, madje nëpërmjet dy këshilltarëve bashkiak me banim në Greqi, sjellin propozimet për vendimarrje. Emigracioni ka qenë prej një shekulli plaga më e madhe shoqërore në zonën e minoritetit etnik grek, sidomos pas viteve 90, largimi masiv shënoi shifra të larta, me Bashkinë e Finiqit nga më të dëmtuarat nga kjo plagë shoqërore.
Bashkia e Finikit ka në jurisdiksion e saj territorial 58 fshatra dhe shënon një popullsi 39.000 banor, nga të cilët 2/3 jetojnë në emigracion. Shumica e fshatrave kanë shoqatat e tyre në emigracion, sidomos në Greqi. Janë të organizuara dhe secila shoqat interesohet për mbarvajtjen e punës, të infrastrukturës, për mirësimin e saj në vendlindje. Përveç iniciativave individuale, shoqatat kanë financuar shpesh në përmirësimin e infrastrukturës në disa fshatra. Megjithatë, me kalimin e viteve institucionalizohet ndihma e emigrantëve, pasi 2 anëtar të Këshillit të Bashkisë vijnë nga emigracioni. Në përbërjen e Këshillit Bashkiak kemi dy anëtar të Këshillit Bashkiak, të cilë janë përfaqësues, janë në emigracion. Njëri është i Partisë Drejtave të Njeriut dhe tjetri është Partisë Mega. Në bashkëpunim bile këta janë edhe të zgjedhur në ato shoqatat që kanë atje, edhe janë të interesuar bashkë me përfaqësuesit e tyre, shpeshherë në vinë, na dërgojnë kërkesa ose vinë edhe vetë marrin pjesë për mbledhjet e Këshillit për problemet që kanë sipas zonave që parashikojnë ata. Kemi një komunikim të vazhdueshëm me ata, gjithashtu edhe me kryetarin e bashkisë që kanë një bashkëpunim më të rregullt, më konkret, se edhe problemet i parashtrojnë dhe atij, edhe kontribuojnë me kontributet të cilat mbledhin këto shoqatat, kontribuojnë për përmirësimin e më tepër të infrastrukturës rrugore në fshatrat e tyre. Gjithashtu, anëtarët e shoqatave të emigrantëve tashmë janë edhe shtetas grek dhe si të tillë po lobojnë fort pranë institucioneve shtetërore për të investuar në përmirësimin e infrastrukturës në fshatrat e vendlindjes së tyre. Në Gjirokastër ka ullur si parin edicioni i 5 i festivalit Gjiroklasika, një aktivitet që tashmë është kthyer në një pikë takimi të rëndësishëm për artin dhe muzikën klasike në qytetin e Gurt, performanca emocionuese e korit të fëmijëve Okraina. Prishtinë përmbylli këtë edicion. Mbrëmjen e së shtunës uli si parin edicioni 5 i festivalit Gjiroklasika, i cili tashmë është kthyer në një traditë të dashur për qytetin e Gjirokastrës. Atmosfera u ndez nga kori i fëmijëve Okarina nga Prishtina, që solli emocione të veçanta për publikun e pranishëm në kalan madhështore të qytetit. Kjo eksperiencë është e paharuar në Muzeun e Kalas së Gjirokastrës me një ftesë të veçantë nga Gjiroklasika, i cili një festival që po bën një punë shumë të madhe për të shtyrë talentet e ri drejt zhvillimit të tyre. Unë jam mëse krenare për punën që bëjmë bashkë, edhe që vim tani përfaqësojmë dhe Kosovën. Dihet që kori i fëmijëve Okarina në Kosovë ka një aktivitet të jashtëzakonshëm dhe shumë të zgjerë dhe të shpeshtë, andaj kjo kënaqësi do të mbahet mend tek fëmijët dhe së të harrohet asnjëherë në jetë. Për vajzat e korit, kjo ishte një përvojë e paharrueshme. Është një vend shumë i bukur, vend i vogël, ama u kon harmoni shumë e mirë, edhe është për neve si kar, hera parë që na domethënë kemi thyer jashtë vendit, ka një vlerë shumë të madhe për neve si kar që më shumë në Gjirokastër me thirrën edhe me kënu në muze. Është shumë një vlerë e madhe dhe një kënaqësi shumë e madhe për neve. Unë kisha emociona sepse unë arrita të vinë në një vend shumë të bukur për të interpretuar me korin tim. Po shumë ka pas emocione, se ka qenë eksperienca më e mira e jetës time. Drejtoresha artistike e festivalit, Kristiana Petrollari Laçi, shprehet se Gjiroklasika dhe konkursi Tempo tashmë janë bërë pjesë e pandashme e jetës kulturore të qytetit. Por mua është një emocion shumë i veçantë kjo përmbyllje e festivalit, sepse për korin Okarina të Prishtinës kemi gati 3 vjet që flasim për ta realizuar këtë këndim këtu në Muzeun e Gjirokastrës. Kënaqësia jore e madhe është që festivali u hap me një pianist nga Kosova dhe u mbyll me korin nga Prishtina Okarina. Dhe mendoj që nga ardhja e parë deri sot që jemi në edicionin e 4 ka një ndryshim kolosal. Na presin me dashuri, na kanë pritur gjithmonë, po me më shumë përkushtim, sepse mendoj që kemi dhënë një mesazh që muzika i bashkon të gjithë. Për disa ditë me radhë, spektatori Gjirokastrit pati mundësi të ndjeki performanca nga artistë të rinj shumë të talentuar, me një ndërthurje të traditës dhe risit që e bëjnë këtë festival unik në llojin e tij.
Saranda ka tashmë një qendër të re dhe moderne dedikuar të rinjve të qytetit. Qendra rinore sapo ka hapur 2 herë dhe ka nisur me aktivitete të shumta për moshat rinore, duke ofruar ambient për argëtim, krijim dhe bashkëpunim. Në këtë event të rëndësishëm ishin të pranishëm Ministria për Rinim Bora Muzhaqi dhe kryebashkiaku Oltion Caci. Të rinjtë e Sarandës e kanë tashmë një shtëpi të tyre. Qendra rinore ka hapur 2 herë dhe ka shënuar veprimtaritë e para dedikuar moshave rinore. Qendra rinore do të jetë vendi i preferuar për çdo të ri, një hapësirë për të mësuar, krijuar dhe për të punuar. Ndërsa grafisti i ri sarandiot Jason Anoni ka promovuar ekspozitën e vet në mjediset e qendrës së re rinore, ndërkohë që ka performuar live në pranitë të rinjve të pranishëm në event. Qendra rinore në Sarand, e para falenderoj Bashkinë e Sarandës që edhe mua më përzgjodhen edhe më vlerësojnë për punën time që të merresha me anën artistike të institucionit. Për më tepër ditën e inaugurimit sot që përfshihet edhe ekspozita me punimet që kam bërë, është një kënaqësi edhe mundësi shumë e mirë për mua që edhe të shpreh mendimet edhe artin tim. Them se kemi bërë diçka të bukur, uroj të funksionojë sa më mirë qendra rinore e Sarandës, të jetë një vend i përshtatshëm. Profili i saj çka ofron qendra rinore shprehet me slogane që kanë të bëjnë me ditët dhe aspiratat rinore, me argëtimin, mësimin dhe kënaqësinë. Sloganet që kam përdor pasada janë shprehje përmbajtjes që qendra rinore do të përcjelli për të rinjt, siç ka domethënë që për edukimin, për evolimin e njeriut, për të ardhmen, për energjinë e mirë, kënaqësinë, mësimin. Qendra rinore e Sarandës gjendet në një mjedis buzë shëtitore së Sarandës. Teatri Antik i Butrintit priti mbrëmjen e djeshme festivalin ndërkombëtar folklorik të organizuar nga Bashkimi i Grave Minoritare Greke të Sarandës. Trëndafili i Vyshkur, artist nga Greqia dhe Shqipëria, performuan së bashku duke na kujtuar se muzika i bashkon popujt. 6 grupe artistike nga Greqia dhe Shqipëria zbukuruan prom teatrin e Butrintit me veshjet karakteristike dhe interpretimin e veçantë. Grupe nga Janina, nga Korfuzi dhe nga Kreta e Greqisë, si dhe Asambli Libova, ju përgjigjen pozitivisht ftesës së grave minoritare greke të Sarandës, Trëndafili Vyshkur, në festivalin folklorik Të Gjitha i Thon Vallet. Grupi organizator u paraqit me një pjesë nga dasmat tradicionale në minoritetin etnik grek, duke manifestuar motive të kultivimit të traditës. Kultura është diçka që na zhvillon, na arrit dhe na jep ato krahat që të mbizotrojmë në këtë jetë të vështirë dhe që të kemi virtytet që t'i transmetojmë të njerëzit dhe kryesisht të rinia, të fëmijët tanë. Nëse nuk do arrim që t'i transmetojmë këtë civilizim, atëherë do jemi shumë e vështirë që të vazhdojmë jetën tonë ashtu siç e kemi marrë nga prej artësit tanë dhe ta japim nesër tek ata që duan të rritin dhe të na ngjajnë. Artistka Janina dhe Korfuzi u prononcuan për televizionin publik për sa i përket festivalit. Joanina Vim nga Janina Fqinje dhe është e disa ta herë që marrim pjesë në festivale folklorike që organizohen në vendin tuaj. Megjithatë, po mahnitemi me traditat dhe folklorin që keni, të cilat po i ruani me shumë kujdes. Vim nga ishulli i Feakëve nga Korfuzi. Kemi ardhur të performojmë folklorin ton, por dhe të zbukurojmë këtë tempull antik. Edhe vajzat e reja të Ansamblit Libova shprehën emocionet e tyre. Është hera e parë që ne marrim pjesë në këtë aktivitet, e përfaqësojmë vendin ton me Ansamblin Libohova, me këngë dhe valle popullore të zonës sonë. Është vërtet një privilegj i madh për ne duke përfaqësuar Libohovën me këngë valle dhe me isë polifonin. Jemi vërtet krenar që e mbajmë këtë mundësi mbi supe. Pas ndarjes së çmimeve nga grupi organizator, festa e grupeve vazhdoi edhe pas pesnatës, duke krijuar bindjen se muzika i bashkon popujt dhe nuk njeh kufi.
Në ditën ndërkombëtare të fëmijëve, një qershori në Gjirokastër është festuar me aktivitete të shumta. Fëmijët kanë qenë protagonistë të aktiviteteve të mbushura me këngë, valle dhe lojra të organizuara nga Qendra Kulturore Fato Berberi. Një qershori në Gjirokastër u festua me këngëve, valleve, lojrave dhe një koncerti të gjallëruar nga vetë fëmijët. Me rastin e ditës ndërkombëtare të fëmijëve, Qendra Kulturore Fato Berberi organizoi një aktivitet të veçantë ku të vegjëlit patën mundësinë të shprehnin talentin dhe gëzimin e tyre. Maskota të ndryshme, lojra argëtuese dhe interpretime artistike e kthyen këtë ditë në një kujtim të bukur për fëmijët. Për të festuar një qershorin e tërë fëmijëve. Ne po luajmë lojra policia i duti me të kapura dhe po vizatoj fytyrën tonë me disa bojra. Po shumë i bukur dhe fëmijët këndojnë shumë bukur. Gëzuar një qershorin tërë fëmijët. Gëzuar një qershori fest. Sot është festa një qershori dhe neve kemi bërë një aktivitet nga Qendra Kulturore e Fëmijëve dhe sot po kënaqen të gjithë fëmijët dhe ju uroj gëzuar festën të gjithë kudo që janë. Ndërkohë, organizatorët theksuan rëndësinë e këtyre aktiviteteve për zhvillimin social dhe emocional të fëmijëve. Në radhë të parë dua të uroj gjithë fëmijët gëzuar një qershorin. Qendra Kulturore është angazhuar prej një muaji punon për këtë festë të bukur. Siç e shikoni vetë, ka gëzim, hare, këngë, valle, gëzuar nga zemra dhe ftoj të gjithë fëmijët të vinë të regjistrohen në Qendrën Kulturore sepse ka goxha aktivitete dhe ta kalojnë kohën në mënyrën më të bukur. Një qershori është më shumë se një ditë feste, është një kujtesë për të gjithë që fëmijët kanë nevojë për dashuri, kujdes dhe një ambient që i frymëzon të rriten të lumtur dhe të sigurt. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashk, miru takofshim.